Kjo është kandidati ajo politike e PD dhe opozitës është shpartalluar për Bashkinë e Tiranës, që drejtuesit politik dhe kupola drejtuese e PD dhe opozitës mos haj më bar, por të hajmut siç ka ngrënë prej shtatorit 2021, se po lufton në mënyrë të rrept Sorosin dhe prezervativat e tij në Shqipëri, që mbartin veset më të ndyra të njerëzimit dhe predikojnë degenerimin e familjes. Kjo është dora vet përfaqësuese e Sorosit, që përpoq të mbjellte depersonalizim, degenerim, poshtrim, skllavërim dhe tredhje të politikanëve të opozitës dhe i arriti jo pak qëllimin. Meriton të jetë kandidate nga kjo tufe PD-s dhe opozitës për kryetar të Bashkisë Tiranë. Madje e mirë të ishte që kjo të ishte kandidate nga PD edhe për Bashkinë Vlorë, meqense ka aty edhe dy anije tigra që u lodh shumë për t'i sjell, e që rrinë në det prej 4 vitesh, e marrin rreth 100 milion euro nga taksat e shqiptarëve dhe është emëruar drejtoreshe e madhe e kompanisë së Leshit nga një fshat i Bangladeshit. Si zëvendës kryetar të bashkive që kjo fytyrë do drejtojë, duhet jenë patjetër dy palaço nga Spaku, që kjo karavidhe ka emëruar pas një vlere me veting këtë pistë, që tjetë e qetë që nuk do të ketë hetim, siç ka lënë porosi kur ishte ambasadore në këto 4 vite. Më mirë kjo sharabajk dora vet, sesa sklevrit ordinere shërbëtorët e përshtirë, të pafytyrë të kësaj mostre që e përdori Shqipërinë për biznesin e saj personal, duke gjetur plot çelësira që i lopinin me nderën nga pushteti dhe opozita. Kjo jo vetëm që fiton, por më shumë mundësi Ogerta të riqet fare nga gara dhe PD me gjitha partitë që ka negociuar muli, korrin një fitore historike kundra Ramaduros së Agim Neshos, saqë edhe vet Nesho do habitej. Kjo nuk ka nevojë as për fushat, as për banderola poster që të bëjnë foto me dy gishta deputetët e PS-s. Madje kjo nuk ka nevojë as për komisioner, kështu që PD dhe sektori i organizimit nuk vjet në siklet fare. Suksese Yuri Kim Kardash dhe shqyr që na u gjende në këtë ditë vështirë, ku Muli dhe Belo kanë një javë pa gjumë me negociata Leshi me parti dhe lider nga Bangladeshi.